Unë nuk jam I bindur sot se po I afrohemi apo I largohemi më shumë reformës në drejtësi, po për gjë jam I bindur që drejtësisë po I largohemi më shumë se kur. Ai duhet të them sot është kjo që ne po përpiqemi me dëshpërim të krijojmë konsensus në këtë parlament me një palë minoritare dhe nuk po kërkojmë të gjejmë konsensus me palë majoritare pandi. E ky është populli I Shqipërisë. Është pala majoritare, me palë majoritare s'po kërkojmë konsensus. Me të varfrit, me ata që janë dhunuar për 25 vjet, që janë marrë prona padrejtësisht, që rropaten nëpër gjykata çdo ditë, ata s'po I pyesim. Absolutisht po I pyesim. Për reformën në drejtësi. Edhe nëse këtu do gjehet konsensus. Edhe njëra palë gjehet konsensus me palën tjetër. Prapë, di çfarë do jetë kjo? Dy palë që bën një palë gjej konsensus për interesat e përbashkëta të një pale. E vjen kishte u them, po këto palë janë palë që përfaqësojnë çfarë? Të pasurit të Shqipërisë. Të pasurit të Shqipërisë. Kush I përfaqëson këtu të varfrit? Rilindja? Asnjë ditë s'e ka përfaqësuar. Po të dhunuarit, kush I përfaqëson? PD-ja? 25 vjet asnjë ditë s'e ka përfaqësuar. Pa atyre që u merren drejtat për ditë, kush I përfaqëson këtë parlament? Askush. Prandaj them pra, edhe nëse do ketë konsensus për reformën drejtësi, populli I Shqipërisë nuk do pyetet. Interesat e tij nuk do mbrohen te parlament. Në këtë aspekt, dua të them që ajo që po bëjmë, ose që mund të bëjmë, edhe nëse arrijmë ta bëjmë reformën drejtësi, produkti do jetë një produkt, si se thash, I panjohur burokratik. Jo vetëm për shumë nga ne, përfshi dhe mua këtu, po padyshim për shumicën e shqiptarëve. Në 18 muaj, askush nuk përpoq t'ia sqaronte shqiptarëve çfarë është reforma në drejtësi. Pse kjo arkitekturë e re ndryshon nga e vjetra? Çfarë garancie ka se ky sistem I ri do prodhojë më shumë cilësi? Do prodhojë më shumë barazi? Do ndryshojë gjykatës e korruptuar me të rinj, të arsimor në Evropë apo në Shqipëri, nuk ka rëndësi. Këto pritshmëri, siç thash, askush nuk I ka sqaruar. Në të kundërt, kemi krijuar një sistem I cili është formuar nga ca akronime që unë si kuptoj. E duket si në shkrime të koduara, të kriptuara. Ja t'ja u them ca. BKH. Pyesni 90% shqiptarëve çfarë do të thënë BKH. KED. KLP. KLG. SPAK e tjerë. Po a I din shqiptarët se çfarë janë këto? Mu nuk më intereson çfarë thotë Erti, as çfarë thotë Fatmiri. Më intereson çfarë thonë ata që janë në televizor. A I din ata çfarë janë këto? Unë them që nuk I din. Nuk I din absolutisht Fatmir, sepse keni bërë një proces të mbyllur hermetik, I cili absolutisht nuk I thotë gjë shqiptarëve. A ka mundësi të flasë ju Rilindjes, më lini të flasë? Ju lutem mos ndërhyni nga vendi. Hartusin e kësaj reforme, edhe po fliste me njëri I cili ka 6 muaj, që ju thotë që kjo reformë do shkojë në kalendat greke. Po megjithatë, po fliste me njëri që e voton këtë reformë çdo ditë. Po them se kjo reformë prap nuk do mbrojt varfrit. Prap do jetë interesa palësh të vogla. Hartuesi I reformës tu, mburren se amerikanët, gjermanët, europianët mezi po presin. Edhe kur flas për europian keni parasysh ka sloven, ka slovak, ka lituanez, ka estonez. Edhe këta mezi po presin reformën tonë. Janë duke vënë syrin ke vrima e derës të parlamentit, thonë kur do e miratoni reformën drejtësi. Po më jam dakord unë. Slovenët mezi po presin. Francezët mezi po presin. Estonezët mezi po presin. Po shqiptarët. Po kush I pyet shqiptarët? Kush po I pyet shqiptarët? Shqiptarët po ju them që nuk din absolutisht asnjë gjë. Asnjë gjë për të reformë. Nuk e din çfarë është BKH-ja, SPAK-u, KLD-ja, KED-ja, ku dëgjon. E duket si një burokraci që përfundon te ai roman I famshëm I Kafkës, Kështjella. I burokraci që vret në fakt. Këtë po ndërtoni ju. E dini pse? Ja u them pse. Sepse kësaj klase politike I mungon themelorja, I mungon nevoja
për të pyetur popullin. Se ka pas kur 25 vjet. Kur 25 vjet se ka pyetur popullin shqiptar çfarë do, si e do dhe pse e do. Edhe kjo reformë, jo vetëm që nuk i delegon asnjë kompetencë popullit shqiptar, por përkundrazi, siç thash, nuk e informon fare atë. Dhe nuk po them këtu që prokurorët e Shqipërisë të zgjidhesin në Amerikë, pse jo? I zgjedh populli në Amerikë prokurorët, dini apo jo? Tu do të zgjedhim ne me 2/3 apo me 3/5 apo me këto BKH, KLD, SPAK, ku diu se çfarë. Po nuk po them pra që prokurorët i zgjedhin popullin me votim. Po kjo do ishte një reformë. Që në vitin 1908 e ka pasur debat, se lexoja para se ditësh ditaret e Ismail Qemalit, debat i madh në Kushtetutën e re turke. Të jepin drejtësinë popullit. Pra popullit vendosi që është Amerikë për gjyqtarët apo prokurorët, apo drejtësia do ishte një proces i deleguar, se ky që kemi pasur dhe kemi ne sot, edhe më shumë. Ne po marrim kompetenca për të zgjedhur gjyqtar, prokuror, verifikuesën e tyre, kontrollorët e tyre. Populli s'ka asnjë kompetencë. Absolutisht asnjë. Po megjithatë siç thash, prokurorët do të hepnin popullin e herë, se ky është pakti që bënin këtë sallë. Po një njeri mund t'ia kishte dhënë Fatmir. Edhe kishte drejt, folën që parë the për Kushtetutën e vitit 2008. Çka kemi bërë në 2008? Kemi vendosur, edhe sot mund ta vendosim, nëse ta bien dakord. Apo jo Taulant, që prokurorët apo gjyqtarët u zgjidh kanë me 2/3 apo me 3/5. Po presidenti dini me sa zgjidhet? Me 71 pra se ti inspektor. Pra kjo mund të ishte një mundësi. Kjo mund të ishte një mundësi, një nga mundësitë, nëse duam të reformojmë sistemin realisht. Hajde ja japim presidentin popullit. E kam thënë vitin 2007. Ka arko ta them sot, me që jemi në vigjilje, shpresojmë, të ndryshimeve kushtetuese. Pandit ja kthejmë presidentin popullit. Ja ke hoqet kompetenca, dhe ndoshta mirë bën, nuk e di. E kreu të drejtësisë. Po populli ka drejt ta zgjedhë. Edhe e bëjnë polakët, e bëjnë rumunët, e bëjnë bullgarët, e bëjnë makedonasit, e bëjnë serbët, e bëjnë marazezët. Ta çojmë në popullit presidentin, pse s'jeni dakord ju, të dy palët. Padyshim, folët tu për, ja pra këto janë çështja, kjo është themelore pra, se si shqiptarëve i japim apo i marrim kompetenca. Kjo është çështja e kësaj reforme drejtësi. Ta vendosim ne 140 veta apo 3 milion shqiptarë. Asnjë kompetencë nuk po i merret, jepet shqiptarëve, përkundrazi po i merret. Sepse në sistemin ton politik, e gjyqësor, edhe kushtetues, populli shqiptar i lihet vetëm një drejtë, të zgjedhë partitë. Kurse partive i lihet çdo drejtë të zgjedhë gjithkënd. Përfshi dhe popullin në disa raste. Përfshi dhe popullin në disa raste. Dini pse? Është cinike, po është e vërtetë. Për këto 25 vjet, 1 milion njerëz kemi zbuar nga Shqipëria. Pra partitë kanë vendosur duke qeverisur keq, e duke bërë pa drejtësi, se kush jeton këtu edhe kush duhet ikin në emigracion. Sot pra është dita mendoj për të hyrë më thellë kësaj kushtetute, kjo do ishte një mundësi e madhe për ne, për t'i dhënë mundësi shqiptarëve të vendosin pak më shumë, ose pothuajse aq sa ne. Një çështje tjetër që u hap këtu, dhe unë jam dakord. Nuk e çojmë dot të reformë në referendum. E dini pse? U shpjegua. Sepse që të shkosh referendum duhen 94 vota. Po aq sa ç'duhen për të reformuar vetë kushtetutën. Po ç'kuptim kanë kjo? Pra si mund të kemi ne kaq fuqi? Sa çka populli për ndryshuar kushtetutën me të njëjtën quorum, pothuajse votash. Ja pra, nëse këtë marsh e ulim, se nuk ka nevojë të ketë 94 vota konsensus për të shkuar referendum, se referendumi nuk është konsensus, është një mundësi për të deleguar kompetenca kur nuk ke mundësi të gjesh konsensus. Pra për të shkuar në një nivel tjetër zgjedhje ke populli. Ja pra kjo është një mundësi për ta ulur. Nuk e thot të askush, po mund bllokohemi prapë mas 2 vjetësh. Mas 5 vjetësh. Të vim tu të kërkojmë një palë bëj referendum, pala tjetër i thotë jo nuk ta jap. Po mirë, po shqiptarët kanë drejt vendosur për ne gjë? Për sa kohë do kemi ne fuqi? Edhe drejt i bllokojmë. Ne japim fuqi njëri tjetrit 94 vota, nuk bëhen kurrë të parlament, askush do t'i ketë. Dhe për sa kohë që këtu 94 vota nuk bëhen kurrë, reformë nuk do ketë, referendum s'do ketë, populli s'do ketë mundësi të marrë si vendim. Edhe kush është vendimi që marrin ne, që shqiptarët nuk kanë drejt të marrin si vendim. Kjo pra mund të ishte një mundësi për ta reformuar. President nga populli, referendum me më pak se 50% votave të parlament, një palë të shkojë, me çështje të caktuara padyshim, me çështje të caktuara se s'mund të shkosh referendum për taksat lokale, po për çështje themelore mund të shkosh. Edhe padyshim. Ky parlament duhet të jetë më i vogël.
140 burra dhe gra jemi këtu. Po shumë pak e kemi justifikuar këtë madhësi në 25 vjet. Mund të jemi 100. Apo kjo mund të ishte një prekje kushtetuese, besoj. E domosdoshme. Kemi nevojë të zvoglojmë veten. Do vini më pak. Roshër në këtë parlament, po të ishim 100 burra dhe gra. Besoj. Do kishte më pak vend ndoshta për ignorant, analfabet, të dhunshëm. Po dhe sigur kjo mos ndodhte. Se nuk është e dhënë që sasia sjell ndryshimet cilësore, thonë. Pa e sigur kjo mos ndodhte. Po të paktën 100 burra dhe gra do i kushtonin shqiptarëve pak më lirë. E dini sa shkon kosto e njërit për nesh? E dini sa shkon? 4 deri 5.000 euro në muaj. Hiqni 40 vet, shumëzojni për 4.000 euro, i bie një 2 milion euro në vit. T'ja kthejmë shqiptarëve ato. Pse ti harxojmë ne kot? Nuk po bëjmë një punë madhe. Se edhe reformën e drejtësisë po e bëjmë dot, kemi 18 muaj. Po ta kishim çuar të shqiptarët do e kishin votuar para 18 muajsh. E sigurt. Ja pra ky është bilanci i këtij 18 mujori. E nuk ka rëndësi kush e do, kush nuk e do. Ka rëndësi që të dy palët s'po e çojmë dot për ta zgjidhur deri në fund. Për ta mbyllur po e them që e kam propozuar në parim ndryshimin kushtetues për një president nga populli në vitin 2007. Në atë vit, Saliu i pari, Edi i dyti, edhe produkti i pari rilindjes, ishtë presidenti Bamir Topi, se kështu u zgjodha ai. Peshkoj Saliu 6 vjet këtej, zgjodhi president Bamirin apo jo? Është vërtet. Të tregta nuk doni një president nga populli për këtë arsye. Sepse asnjëri s'do zgjidhte dot Bamirin, as tjetër nuk do të bënë dot shok Bamirin, edhe as Bamiri s'do ishte, po nuk e kam me Bamirin, e kam me fenomenin. E kam propozuar në 2007-ën u rrëzua si parim. Sot kam vendosur sjell si amendament. Bashkë me kolegen time, zonjën Moza Afizi, do sjellim një amendament që shpresoj ta pranonin parim, pavarësisht sa i kërkon 28 vota sipas kushtetutës për tu futur në procedurë, sipas cilit Presidenti i Republikës së Shqipërisë duhet zgjidhet me votë direkte nga populli shqiptar. Unë e di që kjo është e vështirë si temë për shumë prej jush, politikisht. Por do kërkojmë vota individuale. Besoj se ka burra dhe gra këtu, që kanë pak më shumë koshiencë, edhe kanë nevojë të shohin për te. Edhe sidomos kanë nevojë, cilës e njerëz përgjegjshëm, për t'i deleguar shqiptarëve një diçka të merituar që s'e kanë pasur kurrë. Edhe për të futur kontekst të kombëtares, kombëtari e bëri gol në Francë. Ka ardhur koha ta bëjmë ne një gol në këtë parlament. Ju falenderoj dhe shpresoj që këtë amendament kush ka besim se populli shqiptar duhet të ketë një kompetencë më në fund të zgjedhë njërin prej nesh me votë direkte, ta firmos. Ju falenderoj.